Vllaznia e kategorisë superiore e mbylli vitin 2025 me vendin e 4 në renditje. Një analizë për fazën e parë dhe të dytë do të ishte me interes të ndiqnim trajnerin e futbollit në Gjermani, shkodarin e mi njohur Remir Vajushi. Remir, mirë se erdhe në Shkodër. Faleminderit, zgjatësim ju si u gjeta. Sepse duhet theksuar mirë se erdhe sepse jetoni prej vitesh në Gjermani dhe sa herë ka momente festive, siç është trimi i viteve, ju jeni në Shkodër dhe menjëherë në Loro Boriçi duke ndjekur vllaznin siç ndoqet edhe në ndeshjen e fundit përballë ekipit Vlonjat Flamurtari. Pa diskutim, është gjithmonë shtëpia jonë. Si është Shkodra edhe stadiumi është pjesë e shtëpisë tonë, vllaznia pjesë e familjes tonë, kështu që normalisht është gjithmonë kënaqësi edhe kur vime pushime gjithmonë gjejmë mundësinë të llogaritë, domethënë edhe kohën se kur lë vllaznia që me aq mundësi sa kena. Dhe jam kot kjo ndërhyrës po realizohet duke pasur në sfond edhe stadiumi Loro Boriçi. Stadiumi më të bukur në botë. Atëherë, përsa i përket vllaznisë, unë mendoj që vllaznia e filloi sezonin që në merkato bën një merkato mjaft mirë, me lojtarë cilësor, duke pru Kastratin, Gjinin, 3-4 Kallakun, domethënë 3-4 lojtarë mjaft cilësor që u priqin faktikisht në Shkodër dhe tifozëria, ambienti sportiv i Shkodrës, kërkohet gjithmonë lojtarë cilësor, jo thjesht shumë lojtarë por lojtarë cilësor. Dhe mendoj që këtë vit ka ardhur dhe kanë bën një merkato të mirë, qoftë domethënë presidenca, trajneri Edi Martini, por edhe Vjosa Sinani që duhet ta përmendet sepse realisht po përmendet shumë pak Vjosa Sinani dhe palati fisin hije dhe ka meritet e tij në ndërtimin e kësaj skuadre. Sezoni fillu mjaft mirë, domethënë me disa rezultate pozitive, me lojna të mira, më pas pati një oscilacion të pakëndshëm, unë më thon, ku erdhën shumë rezultate negative dhe në fund fatmirësisht erdhi edhe fitoria fundit në ekipit të Flamurtarit, edhe pse me shumë vështirësi, por mendoj që ishte një fitore mjaft e rëndësishme për ekipin e vllaznisë, për moralin, për qetësimin e situatave, për qetësimin e gjithë ambientit, domethënë, sepse u krijoi një klimë realisht e pabukur dhe shpresojmë që në fazën e dytë të vazhdojmë me atë vllazninë që ka në fillim të sezonit, sepse besoj që i ka të gjitha mundësitë, të gjitha kapacitetet që të jetë pretendenti të jetë aty, edhe pse jena pak larg tashmë, 7 pikë larg me vendin e parë, por besoj që gjithçka është e arritshme dhe kam besim të plotë që këtë vit domethënë le shpresojmë paktën që të jetë më në fund viti jonë se u thamë edhe për titullin atë. Në aspektin sportiv, teknik dhe taktik, duke qenë se jeni trajner i mirënjohur futbollit në Gjermani, çfarë i ka pëlqyer te kjo vllazni, sepse në fakt duhet ta pranojmë faza e parë ka qenë spektakolare, dhe çfarë nuk i ka pëlqyer në pjesën e fundit që pati edhe luhatit e Shiko, ato problemet janë të ndryshme me cilat e na panon atë pjesa teknike, vllaznia ka treguar një grind madhe, ajo që nuk më ka pëlqyer te pjesa e grinds, por në gjithmonë te pjesa e grinds është agresiviteti i tepruar shpeshherë i skuadrës, gjë që na ka ndeshkuar shpeshherë edhe me kartona, edhe me dëmtime, me dënime e tjera me radhë. Pjesa tjetër ajo që mua nuk më pëlqen shumë te vllaznia është sepse kërkojmë gjithmonë me lutje me topat e gjatë dhe kërkojmë me fitu topat e dytë, gjë që jo gjithmonë janë efikase. Kur janë efikase normalisht kalon në një situatë të rrezikshme për ekipin kundërshtar, por jo gjithmonë janë efikase. Do kisha pëlqyer ose do kisha dashur vllaznia me pasi fije topin më shumë kontroll, sepse ka shumë mundësi për me pasin kontroll. Mungon shumë, e kam vënë në re faktikisht edhe në pjesën, edhe në ndeshjen e fundit ku isha prezant edhe mund ta shihsha komplet fushën, po them, ndryshe nga televizori që ishte vetëm një pjesë të fushës, mungon shumë pjesa e lëvizjes pa top. Në momentin që një lojtar ka topin, shifsha pjesën më të madhe të skuadrës që nuk lëvizte, nuk kërkonte topin dhe në situata të tilla e bën shumë të lehtë për kundërshtarin që me të marku, edhe mos me të lanë në çarkullu topin. Edhe mandej detyrohesh me lutje me topa gjatë që nuk janë shumë efikase shpeshherë. Si e shikon vazhdimsinë pas janarit? Ka nevojë vllaznia për merkato dhe a besoni që me këtë kontingent nëse vijon ta ketë në dispozicion mund të ndryshojë situatën? Shiko, pjesa e merkatos. Ne duhet, domethënë gjithë e dimë që në dimën nuk të jep shumë mundësi për me marrë lojtar cilësor. Vllaznia ne thamë në fillim që vllaznia ka një skuadër mjaft cilësore të kompletuar pothuajse, mund të ketë normalisht defekte të vogla ose hapësina të vogla që këta i dinë më mirë trajneri se i shef për ditë servitje. Nuk besoj që ka shumë nevojë, ndoshta një lojtar mund t'i nevojitet, ndoshta, do them unë një, por jo shumicë sepse nuk është e nevojshme. Ku mund t'i nevojitet për shembull? Unë mendoj një mesfushor është i nevojshëm duke pas parasysh që edhe Drossi që kena marrë me sa informacion kam unë e ka mbyll sezonin, sepse ka probleme në ligamente e gjunit me sa unë kam marrë informacion ajo ka mbyll komplet sezonin, nuk do të lozin më për këtë vit dhe kjo do të jetë një problem, një mungesë për ekipin,
Masandra me mënyrën se si na lozim tash, atë trajneri din më mirë se ku tek qysh i dhëm hapi vllaznis, por tham që ndoshta një mesfushor do të ishte i nevojshëm. Le të themi diku i nevojshëm. Dhe po pjesa tjetër nuk besoj që ka nevojë vllaznia. Por edhe me kontingjentin që ka, mendoj që vllaznia është shumë e fortë, por duhet me kanë pozitive me një tjetrin, duhet mbyllën disa probleme që janë aktualisht, pavarësisht se nuk i pranojnë në klub. Duhet të mbyllim dhe duhet punojmë me dëshirë. Edhe ato vetë për veti si lojtar, domethënë duhet punojnë me dëshirë që me pas diçka në karrierën e tyre për një titull kampion. Sepse nuk është vetëm thjesht për ne, por edhe ato vetë si lojtar duhet të jenë domethënë të motivuar, domethënë që me arrit maksimum. Unë jam besim plot, do të them, me ekipin që ka vllaznia, ka Taramoncisë dhe vetëm me kundërshtar që ka vllaznia, për mendimin tim, është vetë vllaznia. Për momentin vllaznia është në vendin e 4. Mendoj që do të rritet më tepër drejt fundit aty ku synohet edhe faza finale? Pa diskutim. Edhe në intervistet që dha para pak ditëve Sinani deklaroi domethënë që kampion nuk dalet në dhjetor, dhe kjo është e vërtetë, kampion dalet në fund vitit. Ka edhe 2 faza mu lut, janë 18 neshe, kështu që vllaznia thamë ka mundësi, ka kapacitete që me marr rezultate pozitive, edhe kundërshtarët do gabojnë se nuk do t'i fitojnë të 18 neshet. Dhe jam i bindur domethënë që vllaznia do të rikthehet sërish në vendet e para. Do të luftojnë për titullin kampion deri në Final Four. Egnatia, Elbasani, Dinamo janë pjesë e 4 së bashku me vllaznin. Mendoni se këto të 4 do të jenë në finale apo edhe Teuta dhe Partizani që kërcënojnë? Deri diku shofi ta 4 skuadra për Final Four, por Elbasani do ta përjashtoshë jo nga Final Four, por në pretendimet për titull nuk e shoh atë skuadrën që ka mundësi dhe ka kapacitete për me dalë kampion. Dinamon edhe Egnatin e shoh ekipe shumë cilësore, shumë të mira, edhe trajnerët i kanë të mirë, edhe Egnatia ka kriju dhe një lloj stofit, domethënë edhe po e tregon edhe në neshet që ka probleme, domethënë arrin me fitu neshet dhe kjo është një merit dhe tregon që është një skuadër e fortë. Domethënë, edhe unë shoh 3 skuadra domethënë për titullin kampion. Vllaznin, që jam i bindur që vllaznia është skuadra më e mirë e kampionatit, Dinamon dhe Egnatia. Viti i ri 2026 nis më njëherë me një betejë mes vllaznisë dhe kampionit fuqi Egnatia që do të luhet në Loro Boriçi. Super sfidë. Është po diskutim, unë mendoj që është gjëja më e mirë me fillu me të tilla neshe, sepse emocionet janë të mëdha, adrenalina është e madhe dhe jep direkt një spunto për me rifut direkt për titullin për vendin e parë. Me një fitore afrohesh shumë afër dhe fut edhe një lloj presioni tek kundërshtari, ti vetë rritesh moralisht si skuadër. E shoh domethënë një gjë shumë mirë që do ta fillojmë me këtë. Është folur shumë në opinionin sportiv për një vllazni kampione, ka disa sezone që komentohet, por sidomos duke parë fazën e parë spektaklit të vllaznisë është krijuar më tepër kjo ide. Ju besoni që do ta mbyll me trofe vllaznia këtë sezon? Me besojmë gjithmonë, problemi është që me besu ato mbrëm, edhe me kërku ato mbrëm. Domethënë me çdo lloj kushti duhet me kërku me dal kampion, sepse është një diçka që Shkodra e ka nevojë, vllaznia ka nevojë, historia e këtij klubi të jashtëzakonshme ka nevojë, sepse realisht vllaznia ka shumë pak tituj në atë çka ka merituar në historinë e saj. Dhe kjo do të ishte edhe një gjë fantastike edhe për vetë presidentin Xhaferi, që duhet ta hapin portofolin e tij, të jetë i gatshëm, me të ndihmojnë skuadrën, të japin edhe premio, sepse në fundit ai do të shkruhet në histori, nuk duhet të harrojnë Xhaferi që nëse vllaznia del kampion do të përmendet poshtë sikur Meftar Qela apo Astramet që përmend akoma sot edhe pse ka shumë vite që është ndalë jeta. Erbim tham me herët se jetoni prej disa vitesh, rreth 11 apo 13 vite. 11 vite në Gjermani. Si përjetohet vllaznia në Gjermani në aspektin personal dhe te atij grupi shoqëror të shkodanëve dhe shqiptarëve që janë me të vërtetë shumë të lidhur dhe të angazhuar, shumë pasionantë dhe vllaznisë? Tash vllaznin fatkeqësisht tifozët e vllaznisë janë shpërdorur tashmë shumë, edhe kjo shihet shpeshherë edhe në shkollat e stadiumit ku shumë muajnë, edhe e shoh domethënë se jo vetëm në Gjermani, por në shumë vende në Itali, në Francë, në Angli, në Amerikë, në Australi, në çdo vend të botës ka shqiptarë dhe shkodran, të cilët e njekim me shumë pasion. Ka momente kur afrohen me njëri tjetrin, domethënë dhe shohin edhe neshe bashkë, momente të veçanta. Përjetohet me shumë pasion edhe me një lloj, si ta them, një lloj nostalgjie. Pa mundësia për të kanë stadium, për të kanë ofër, sikur na shton atë dëshirën dhe dashninë për vllaznin. Edhe mendoj që ne jena me zarmë me shpirt komplet këtu, pavarësisht se fizikisht jena diku larg. Dhe diçka tjetër po shumë e rëndësishme. Ermir Vajushi. Por vllaznia, domethënë paktin në jetën time është bë edhe me ato gjerman që kam aty për ofër,
është bë e rëndësishme edhe njëkon domethënë edhe lojtarët Vilem Ram, 2-3 lojtarë po më kontaktohen dhe më thënë mirë si mund ta blejmë një bluzë vllaznisë se kena dëshirë me blej bluzë vllaznisë. Është domethënë është bë e njoftën edhe te gjermanët e aty e ylsin këtë jonë. Pra pikërisht dolem tek ajo që sapo nisa t'ju detoj një pyetje, Emir Vajushi tashmë krahas pasionit për futbollin, se ish futbollist i vllaznisë përpara në moshën e rinisë, ka 2-3 sezone që është trajner profesionist i futbollit me licencë të trajnerit në Gjermani që drejton një ekip gjerman pikërisht në Gjermani. I kënaqur? Po, unë them që jam shumë i kënaqur, me të thënë drejtën, e kam filluar prej zeros, se nuk ka se kam marrë si një lojtar profesionist i mirëfillt, i njohur, një të tjerë me radhë, kam filluar si askushi. Në 4 vite domethënë jam një në 4 kategori, gjë që është diçka të pozitive, edhe pse gjithmonë kërkohet më mira. Unë kam thënë disa herë që do mundohem me bë hapa të vegjël dhe të sigurt, edhe jam të i bë. Besoj atje në Gjermani kam marrë licencën B, fillimisht C, domethënë na B. Më ndroi 3 skuadra, momentalisht jam në Kreisliga, quhet liga ku unë jam. Drejtoj ekipin e SV Molzen, Sportverein Molzen ose klubi i sportit Molzen. Një ekip që është i vogël, me histori jo shumë të madhe, por këtë sezon po përjetojmë, po të ndjerë në këtë momente po përjetojmë një lloj anret, ku jena krejt ofër për me një ligë më lart, në BCX Liga që quhet, që nuk ka arrit asnjëherë në klubin e SV Molzen. Urojmë dhe shpresojmë të arrijmë. E kena arrit më shumë vështirësi deri në këtë momente, por është e rëndësishme me e majt. Patëm një fillim sezonit përse për këtë klubit, patëm një fillim sezonit jo shumë të mirë. Tu pas parasysh unë isha trajner që kisha ardhur i ri, nuk e njihsha skuadrën, patëm disa dëmtime në fillim sezonit, 5 rezultate jo shumë pozitive për mua si trajner, sepse për klubin ishte okay. 5 rezultate pozitive, mandana erdhën 10 ndeshje rrallazi ku morëm me 8 fitore dhe 2 barazime, gjë që ishte realisht shumë pozitive dhe e shikojmë me shumë pozitivitet komplet ambienti aty në Çargun. Edhe është Molzen është domethënë aktualisht ekipi i qendër i çdo lloj medie, çdo lloj njerëzi që flasin për ekipin, për ligat këto. Emir, si lindi dëshira për të bërë trajner futbolli? Ishte të një pikë synimi juaj i ka hershëm apo duke qëndruar kaq shumë pranë futbollit, sidomos me ato postimet në rrjetet sociale që keni qenë dhe jeni sigurisht shumë i afërt në këtë fushë? Unë faktikisht me të thënë drejtën punën e trajnerit, unë e kam filluar në Shkodër. Në vitin 2012, masi kisha lënë futbollin kur nuk ka shu, kam hap një ekip fëmijësh edhe për disa muaj i kam trajnuar ato fëmijë, nga mosha 10 deri në 13 vjeç. Dhe më pas u detyruam mu largu drejt Gjermanisë. Në Gjermani më sandana rastisht jam afruar nëpërmjet disa shokëve, aty duan për me luajt futboll fillimisht dhe mandana ato gjermanë domethënë e kanë pa këto intervistat e mia njërin tjetrën që kam marrë për analizat e gjanat, më kanë afruar si ndihmë trajner. 3 javë kam ndajt si ndihmë trajner aty dhe mas 3 javë më kanë kërkuar që të marr drejtimin e skuadrës. Dhe mandana pjesa tjetër ka vazhduar, ku kanë tentuar ekipin e dytë të atij klubi, një vit më vonë ekipin e parë, edhe si mjet siç thash kam rru klub, domethënë duke qenë në pjesë e SV Molzen. Një shqiptar, një shkodran që drejton një ekip futbolli në Gjermani, e ka të vështirë? E vështirë, shiko, e vështirë kur mundohesh të bëj punën, kur bën punën mirë, kur ke një marrëdhënie të mirë, do kam një marrëdhënie të jashtëzakonshme me lojtarët, me stafin, me komplet njerëzit që janë aty rreth e përçark. Nuk them se është e vështirë për me bëj punën. Apo ka vështirësitë e veta sepse ligat amatore kuptohet janë shumë vështira, sepse nuk e ke gjithmonë mundësinë për me realizuar atë që ti ke dëshirë. Po kjo është edhe një gjë, mendoj unë, shumë e mirë edhe për mua si trajner, sepse më lejon me urrit edhe më shumë, më lejon domethënë me punu me vështirësi dhe me gjetë zgjidhje dhe trajneri vetë si trajner na. Mendoj që ne detyra jonë kryesore është jo vetëm me rrit skuadrën, por edhe me gjetë zgjidhjet që më dhon skuadrës se si duhet me zgjidh situatat e ndryshme. Mos ana në fushën lojtarët, aktorët kryesorë, duhet me thonë këtë gjë. Familja, si e ka pritur këtë angazhimin tuaj si trajner? Bashkëshortja, fëmijët tuaj ju mbështesin, ju ndjekin në ndeshjet tuaja? Patjetër, domethënë deri para pak kohëve patjetër ka njek, po thjesht çdo ndeshje si mbrana si jashtë ku kena lujt, janë tifozat kryesor. Domethënë fëmijët në kuptimin e asaj edhe të ekipit, klubit. Për momentin vetëm fëmijët i kam shpeshherë me vete, se nuk jam me fëmijë të vogël edhe nuk ka pas mundësi, domethënë marr, por herë pas here kur lozim për shembull në shtëpi, vjen edhe ajo edhe pse me fëmijë të vogël,
vinë më shohin, më mbështesin mua dhe ekipin që unë drejtoj. Dhe së fundi, për shumë e rëndësishme, ju jeni shprehur vazhdimisht që synoni dhe keni besim, keni si objektiv që jo shumë largë në karrierën tuaj sportive të drejtoni edhe vllazninë e Shkodrës. I synoni përsëri këtij objektivi dhe këtij synimi? Po diskutim më të vogël. I qëndroj edhe do t'i qëndroj gjithmonë, edhe unë them që nuk, unë them përsëris nuk ka shkodran që nuk dëshiron me drejtu vllazninë. Edhe unë jam një nga ata që dëshiroj edhe do ta realizoj. Një ditë jam i sigurt që do ta realizoj, se kur do të jetë ditë. Unë nuk di me thona do të jetë mas 4-5 viteve, a mas 6 viteve, a nuk e di, por jam i sigurt që një ditë do të jem aty. Por tash ajo ditë do të jetë kur unë të jem i aftë, i Zoti, për mi dhanë vllaznisë dhe jo vetëm me i marr, sepse me i marrin tonë vllaznisë, por me i dhanë shohim që nuk i japin gjithë. Dhe unë kur të vi këtu, du me kanë i bindën që me zarë vllaznin kampion. Uroj të mos jetë, uroj deri atëherë dalin vllaznia disa herë kampion. Mos jem unë i pari që del kampion. Ishim me Ermir Vajushin, një djalë shkodran shumë pasionant pas futbollit, i cili jeton për 11 vitesh në Gjermani. Por krahas së tifozllëkut ndaj vllaznisë së tij të dashur, prej 4 sezonesh është trajner i pasionuar i futbollit, duke drejtuar një skuadër me shumë cilësi në Gjermani. Ermir, faleminderit për këtë intervistë që dhat për ne dhe me vërtet opinioni sportiv shkodan dhe me gjërë. U informuar me një analizë të saktë profesionale për ecurinë e vllaznisë, por ajo çfarë ka më tepër rëndësi ishte pikërisht pika e fundit e këtij emisioni, ku ju e ripohuat një deklaratë që keni dhënë përpara rreth 2 vitesh, që synimi juaj kryesor është për të drejtuar vllazninë e Shkodrës. Mund të falenderoj, është gjithmonë kënaqësi bashkëbisedimi me ju, edhe ti je një nga ata personat e veçantë të Shkodrës dhe Shqipërisë që gjithmonë i gatshëm dhe i shef dhe i mundohesh me ndihmu gjithë dhe mundohesh me nxjerr të gjithë, domethënë me dhënë meritet të gjithëve aty në punë. Dhe kjo është një meritë e veçantë dhe për këtë ke respekt jo vetëm temin, por besoj se gjithë Shkodrës, sepse e meriton. Në këtë rast duhet uroj edhe për vitin e ri, inshallah një vit sa më i mirë për ty, familjen tënde, për gjithë njëkësit dhe për gjithë shkodranët dhe shqiptarët dhe po ashtu edhe për vllaznin tonë dashtëm, inshallah Zot na gëzon zemrat të gjithëve ne. Pikërisht me këtë urim me zemër që Vajushi përcjell për festat e fundvitit, por sidomos për një vllazni kampione, mbyllim të intervizë dhe shpresojmë të takohemi momentin tjetër. Kismet Zotit. Maj, por në momentin kur të realizohet ajo ëndra juaj për të drejtuar vllazninë e Shkodrës si trajner profesionist. Kismet. Po do realizohet. Respekte. Faleminderit.